Data 19 janar. Zarafilla, kapitulli 20. Abrahami u zhvendos së këtemi duke vajtur në Negev dhe banoi në Kadesh dhe në Shur, mandej u vendos në Gerar. Tani, Abrahami thoshte për Sarën, gruan e tij, është motra ime. Kështu, Abimeleku, mbreti i Gerarit, dërgoi njerëz për të marrë Sarën. Por Perëndia ju shfaq Abimelekut në një ëndër natë dhe i tha: Ja, ti je duke vdekur për shkak të gruas që ke marrë, sepse ajo është e martuar. Por Abimeleku nuk i ishte afruar asaj dhe tha: Zot, a do ta shkatërroje një komb edhe sikur ai të ishte i drejtë? A nuk më ka thënë ai është motra ime dhe ajo vetë ka thënë është vëlla im? E bëra këtë gjë me ndershmërinë e zemrës sime dhe me duar të pafajshme. Dhe Perëndia i tha në ëndër: Po, unë e di që e ke bërë këtë gjë me ndershmërinë e zemrës sate. Ndaj të ndalova të kryesh një mëkat kundër meje, ndaj nuk të lejova ta prekësh. Tani ktheja gruan këtij njeriu, sepse ai është një profet, dhe do të lutet për ty dhe ti ke për të jetuar. Por në rast se nuk ja kthen, dije që me siguri ke për të vdekur ti dhe tërë njerëzit e tu. Kështu Abimeleku u zgjua herët në mëngjes, thirri gjithë shërbëtorët e tij dhe u tregoi tërë këto gjëra. Ta njerëz i zuri një frikë e madhe. Pastaj Abimeleku thirri Abrahamin dhe i tha: Ç'na bëre? Dhe çfarë kam bërë unë kundër teje që më solla një mëkat kaq të madh si mua ashtu dhe mbretërisë sime? Ti më bëre gjëra që nuk duheshin bërë. Pastaj Abimeleku i tha Abrahamit: Çfarë mendoje të bëje duke vepruar në këtë mënyrë? Abrahami u përgjigj: E bëra sepse thoja me veten time, sigurisht në këtë vend nuk kanë frikë nga Perëndia dhe do të më vrasin për shkak të gruas sime. Përveç kësaj, ajo është në të vërtetë motra ime, bie babait tim, por jo bie nënës sime, dhe pastaj u bë gruaja ime. Dhe kur Perëndia më çoi të bredh larg shtëpisë së babait tim, unë i thash: Ky është favori që do të më bësh. Kudo që të shkojmë do të thuash për mua, është vëlla im. Atëherë Abimeleku mori dhënt, shet, shërbyesit dhe shërbëtorët dhe ja dha Abrahamit dhe i ktheu gruan e tij Sara. Pastaj Abimeleku tha: Ja, vendi im të qëndron përpara. Qëndro aty ku të pëlqen. Dhe Sara si tha: Ja, unë i dhash vëllait tënd 1000 copë argjendi. Kjo do të shërbej për të mbuluar fyrjen që do është bërë para të gjithë atyre që janë me ty. Kështu je e përligjur para të gjithëve. Atëherë Abrahami ju lut Perëndis dhe Perëndia shëroi Abimelekun, gruan e tij dhe shërbyeset e saj, dhe ato mundën të lindnin, sepse Zoti e kishte shterpëzuar plotësisht tërë shtëpinë e Abimelekut për shkak të Sarës, gruas së Abrahamit. Mateo, kapitulli 19. Dhe ndodhi që mbasi Jezusi mbaroi këto ligjërata, u nis nga Galilea dhe erdhi në krahinën e Judeas përtej Jordanit. Dhe turma të mëdha e ndiqnin dhe ai shëroi atje. Atëherë ju afruan disa farisej për ta tunduar dhe i thanë: A është e lejueshme që burri ta lërë gruan e tij për një shkak çfarëdo? Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: A nuk keni lexuar se ai që i krijoi që në fillim i krijoi mashkull dhe femër? Dhe tha: Për këtë arsye, njeriu do ta lërë të atin dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të jenë një mish i vetëm. Kështu që nuk janë më dy, por një mish i vetëm. Atë pra që Perëndia ka bashkuar, njeriu të mos e ndajë. Ata i thanë: Atëherë pse Mojsiu urdhëroi të jepet letërndarja dhe të lihet? Ai u tha atyre: Mojsiu ju lejoi t'i lini gratë tuaja për shkak të ngurtësisë së zemrave tuaja, por në fillim nuk ka qenë kështu. Por unë ju them se kushdo që e le gruan e vet, përveç rastit të kurvërisë, dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën, dhe ai që martohet me gruan e ndarë, shkel kurorën. Dishepujt e vet i thanë: Në qoftë se kushtet e burrit ndaj gruas janë të tilla, nuk ja leverdis të martohesh. Por ai u tha atyre: Jo të gjithë i kuptojnë këtë fjalë, por ata të cilëve u është dhënë, sepse ka eunuk që kanë lindur të tillë nga barku i nënës, dhe ka eunuk që janë bërë eunuk nga njerëzit, dhe ka eunuk që janë bërë vetë eunuk për mbretërinë e qiejve. Ai që mund ta kuptojë, le ta kuptojë. Atëherë i sollën fëmijë të vegjël që të vinte duart mbi ta dhe të lutej, por dishepujt i qortuan. Por Jezusi u tha: I lini fëmijët e vegjël dhe mos i ndaloni të vinë tek unë, sepse për të tillë është mbretëria e qiejve. Dhe mbasi vuri duart mbi ata, u nis që andej. Dhe ja ju afrua dikush dhe i tha: Mësues i mirë,
Çfarë të mire duhet të bëj që të kemi jetë përjetshme? Dhe ai tha, pse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë përveç një të vetmi, Perëndis. Por në qoftë se do që të hysh në jetë, mbaj urdhërimet. Ai tha, cilat? Atëherë Jezusi tha, mos vrit, mos shkel kurorën, mos vill, mos bëj dëshmi të rreme, ndero atin tënd dhe nënën tënde dhe duaje të afërmin tënd si veten tënde. Iriu tha, të gjitha këto i kam ruajtur që nga rinia ime. Çfarë më mungon ende? Jezusi tha, në qoftë se do të jesh i përsosur, shko, shit ç'të kesh dhe jepu atë varfërve dhe do të kesh një thesar në qiell dhe eja ndiqmë. Por iriu kur e dëgjoi këtë fjalë, iku i trishtuar sepse kishte pasuri të madhe. Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet, në të vërtetë ju them se një i pasur me vështirësi do të hyjë në mbretërinë e qiejve. Dhe po ju apërsëris, është më e lehtë të kalojë deveja përmes vrimës së gjilpërës, sesa i pasuri të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Kur i dëgjuan këto, dishepujt e vet u habitën shumë dhe thanë, kush vallë mund të shpëtohet? Dhe Jezusi duke i vështruar tha, për njerëzit kjo është e pamundur, por për Perëndin çdo gjë është e mundur. Atëherë Pietri ju përgjigj duke thënë, ja, ne i lam të gjitha dhe të ndoqëm, çfarë do të bëhet me ne? Jezusi u tha atyre, në të vërtetë po ju them, në krijimin e ri, kur biri i njeriu të ulet në fronin e lavdisë së vet, edhe ju që më keni ndjekur do të uleni mbi 12 frone për gjykuar të 12 fiset e Izraelit. Dhe kushdo që ka lënë për hir të emrit tim shtëpi, ose vëllezër, ose motra, ose atë, ose nën, ose grua, ose bi, ose ara, do të marrë 100 fish dhe do të trashëgoj jetë përjetshme. Por shumë të parë do të jenë të fundit, dhe shumë të fundit do të jenë të parë. Nehemia, kapitulli 9. Ditën e 24 të pati muaj, bitë e Izraelit të veshur me thas dhe të mbuluar me dhe, u mblodhen për një agjërim. Ata që i përkisnin fisit e Izraelit u ndan nga të gjithë të huajt dhe u paraqiten për të rrëfyer mëkatet e tyre dhe paudhësitë e etërve të tyre. Pastaj u ngritën në këmbë në vendin e tyre dhe lexuan librin e ligjit të Zotit, Perëndisë së tyre, për 1/4 pjesë të ditës. Për 1/4 tjetër të ditës bën rrëfimin e mëkateve që kishin bërë dhe ranë përmbys përpara Zotit, Perëndisë së tyre. Pastaj Jeshua, Bani, Kadmieli, Shebanjahu, Buni, Sherebjahu, Bani dhe Kenani u ngjiten mbi tribunën e levitëve dhe i klithen me zë të lartë Zotit, Perëndisë së tyre. Levitët Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabenjahu, Sherebjahu, Hodiahu, Shebanjahu dhe Pethahjahu thanë, qohuni dhe bekoni Zotin, Perëndin tuaj, nga përjetësia në përjetësi. Qofti bekuar emri yt i lavdishëm që lartësohet mbi çdo bekim dhe lëvdim. Vetëm ti e Zoti, ti ke bërë qiejt e qiejve dhe tërë ushtrinë e tyre, dheun dhe tërë ato që qëndrojnë mbi të, detet dhe gjithçka që është në ta. Ti mban gjallë tërë këto gjëra dhe ushtria e qiejve të adhuron. Ti e Zoti, Perëndia që ka zgjedhur Abrahamin, e nxorë nga Uri i Kaldeasve dhe i dhe emrin Abraham. Ti e gjete zemrën e tij besnike para teje dhe bër një beslidhje me të për të dhënë pasardhësve të tij vendin e Kananejve, të Hitejve, të Amorejve, të Perezejve, të Jebusejve dhe të Girgasejve. Ti e mbajte fjalën tënde sepse je i drejtë. Ti ke parë hidhurimin e etërve tanë në Egjipt dhe ke dëgjuar britmen e tyre pranë detit të Kush. Ke bërë mrekulli dhe çudi kundër faraonit, kundër tërë shërbëtorëve të tij dhe kundër tërë popullit të vendit të tij, sepse e dije që ata ishin sjellë me paturpsi me etrit tan. Kështu i bërë një emër vetes që mbetet edhe sot. Ti ke ndarë detin para tyre, dhe ata kaluan në mes të detit në të thatë, ndërsa ti i hidhje në humner ndjekësit e tyre si një gur në ujërat e furishme. Ti ke udhëhequr ditën me një kolonë reje dhe natën me një kolonë zjarri, për të ndriçuar rrugën në të cilën do të ecin. Zbrite gjithashtu mbi malin Sinai, u fole nga qielli dhe u dhe dekrete të drejta dhe ligje të zvërtetës, statute dhe urdhërime të mira. U bërë të njohur shabatin tënd të shenjtë dhe u dhe urdhërime, statute dhe një ligj me anë të Mojsiut, shërbëtorit tënd. Ti gjithashtu u dhe buk nga qielli kur ishin të uritur dhe u bëre që të buronte ujë nga shkëmbi kur kishin etje,
dhe I urdhërove ata që shkonin të merrnin në zotërim vendin që ishe betuar t'u jepje. Por ata dhe etrit tan u sollen me mendje madhësi, e forcësuan zverkun e tyre dhe nuk ju binden urdhërimeve të tua. Kundërshtuan të bindeshin dhe nuk kujtuan mrekullitë që ti kishe bërë midis tyre, ngurtësuan përkundrazi zverkun e tyre dhe në rebelimin e tyre zgjodhe një kryetar për t'u kthyer në skllavërinë e tyre. Por ti je një Perëndi I gatshëm që të fal, shpirt madh, plot mëshirë, I ngadalshëm në zemërim dhe plot mirësi. Ti nuk I ke braktisur, as atëherë kur bën një viç prej metalit të shkrirë dhe than, ky është Perëndia yt që të nxorri nga Egjipti. Kështu bën një gjë blasfeme. Megjithatë, në shpirt madhsinë tënde të madhe nuk I ke braktisur në shkretë të tir. Kolona e res nuk u largua prej tyre gjatë ditës për t'u udhëhequr ata në ecje dhe kolona e zjarrit gjatë natës për t'u ndriçuar atyre rrugën nëpër të cilën do të ecnin. Ke dhënë frymën tënde të mirë për t'i mësuar. Nuk u ke refuzuar manën tënde gojëve të tyre dhe u ke dhënë ujë kur ishin të etur. Për 40 vjet I ke ushqyer në shkretë të tir dhe nuk u ka munguar asgjë. Rrobat e tyre nuk u prishën dhe këmbët e tyre nuk u ënjtën. Udhëheq gjithashtu mbretëri dhe popull duke u caktuar krahinat më të largta. Kështu ata shtinë në dorë vendin e Sihonit, vendin e mbretit të Heshbonit dhe vendin e Ogut, mbretit të Bashanit. I shumëzove bitë e tyre si yjet e qiellit dhe I futën në vendin në të cilin nuk kishe thënë etrëve të tyre të hynin për ta shtënë në dorë. Kështu bitë e tyre hynë dhe zotëruan vendin. Ti ke poshtëruar para tyre banorët e vendit, Kanaanejt, dhe I dhe në duart e tyre bashkë me mbretërit e tyre dhe me popujt e vendit me qëllim që ata të bënin çfarë t'u pëlqente. Ata pushtuan qytete të fortifikuara dhe një tokë pjellore dhe hynë në zotërim të shtëpive plot me të mira, të sternave të gatshme, të vreshtave, të ullishteve dhe të pemëve frutore me bollok. Ata hëngrën, u ngopën, u majmën dhe jetuan në gëzim për shkak të mirësisë së të madhe. Megjithatë ata u treguan të pabindur, u rebeluan kundër teje, e hodhën ligjin tënd prapa krave, vran profetet e tu që u bënin thirrje të riktheheshin te ti dhe kryen gjëra blasfeme. Prandaj ti dhe në duart e armiqve të tyre që I shtypen, por në kohën e fatkeqësisë së tyre ata klithën te ti dhe ti I dëgjove nga qielli dhe ti me dëmshurinë tënde të madhe u adhe atyre disa çlirimtarë që I shpëtuan nga duart e armiqve të tyre. Por kur ata kishin paqe, fillonin përsëri të bënin të keqen përpara teje. Prandaj ti I braktise në duart e armiqve të tyre që I sundonin. Megjithatë, kur përsëri këlthitën, ti I dëgjoje nga qielli, kështu që në shpirt madhsinë tënde I ke çliruar shumë herë. Ti nxisje të ktheheshin në ligjin tënd, por ata bëheshin krenar dhe nuk u bindeshin urdhërimeve të tua dhe mëkatonin kundër dekreteve të tua me anë të cilave në qoftë se dikush I zbaton, shpëton jetën. Hiqnin shpatullat e tyre nga zgjedha, e forconin zverkun e tyre dhe kundërshtonin të bindeshin. Patë durim me ta shumë vjet me radhë, duke I nxitur me frymën tënde dhe me gojën e profetëve të tu, por ata nuk deshën të dëgjojnë. Atëherë ti I dhe në duart e popujve të vendeve të ndryshme. Por në mëshirën tënde të madhe, nuk I shkatërrove plotësisht dhe nuk I braktise, sepse je një Perëndi zemërbut dhe I mëshirshëm. Tani pra o Perëndia ynë, Perëndia I madh, I fuqishëm dhe I tmerrshëm, që respekton beslidhjen dhe mëshirën, të mos të duket para teje si gjë e vogël fatkeqësia që u ka rënë mbi ne, mbi mbretërit tan, mbi krerët tan, mbi priftrin tan, mbi profetët tan, mbi prindërit tan dhe mbi tërë popullin tënd, nga koha e mbretërve të Asirisë e deri në ditën e sotme. Megjithatë, ti ke qenë I drejtë në të gjitha gjërat që na kanë ndodhur, sepse ti ke vepruar me besnikëri, ndërsa ne kemi vepruar me pabesi. Mbretërit tan, krerët tan, priftrin tan dhe etrit tan nuk kanë zbatuar ligjin tënd dhe as që u janë bindur urdhërimeve dhe porosive me të cilat I nxitje. Edhe kur të gjendeshin në mbretërinë e tyre, në mirëqenien e madhe që ti u kishe siguruar atyre dhe në vendin e gjerë dhe pjellor që ti u kishe vënë përpara, nuk të shërbyen dhe nuk I braktisen veprimet e tyre të këqija. Dhe ja, sot jemi sklever. Jemi sklever në vendin që u kishe dhënë etërve tanë që të hanin frytet e ti dhe të gëzonin të mirat. Kështu prodhimet e bollshme të ti u shkojnë mbretërve që ti ke vendosur mbi ne për shkak të mëkateve tona. Ata sundojnë mbi trupat tanë dhe mbi bagtin ton, ashtu si duan, dhe ne ndodhemi në ankth të madh. Për shkak të gjithë kësaj, ne marrim një zotim të vendosur
dhe e vëm me të shkruar, dhe krerët tanë, levitët tanë dhe priftërinë tanë do të vënë vullën e tyre mbi të. Veprat e Apostujve, kapitulli 19. Dhe ndodhi që ndërsa Apollo ishte në Korint, Pali, mbasi shkoi në zonat më të larta, arriti në Efes dhe si gjeti disa dishepuj, u tha atyre: A e keni marrë frymën e shenjtë kur u bët besimtar? Por ata i thanë: Ne asgjë e kemi dëgjuar se pas ka frymë të shenjtë. Dhe ai u tha atyre: Në çfarë pra u pagzuat? Por ata i thanë: Në pagzimin e gjonit. Atëherë Pali tha: Gjoni pagzoi pagzim pendimi, duke i dhënë popullit të besonin në atë që do të vinte pas tij, domethënë Jezu Krishtin. Dhe ata, si dëgjuan, u pagzuan në emër të Zotit Jezus. Dhe kur Pali vuri duart mbi ta, fryma e shenjtë zbriti mbi ta, dhe ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan. Dhe gjithsej ishin rreth 12 burra. Dhe si hyri në sinagog, u foli lirisht njerëzve 3 muaj me radhë, duke diskutuar dhe duke i bindur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Por duke qenë se disa ngurtësoheshin dhe nuk besonin dhe flisnin keq për udhën përpara turmës, ai u largua prej tyre, i ndau dishepujt dhe çdo ditë fliste në shkollën e një far tirani. Dhe kjo vazhdoi 2 vjet me radhë, kështu që të gjithë banorët e Azisë, judejnë dhe grek, e dëgjuan fjalën e Zotit Jezus. Dhe Perëndia bënte mrekullira të jashtëzakonshme me anë të duarve të Palit, aq sa mbi të sëmurët sillnin rizë dhe përparse që kishin qenë mbi trupin e tij, dhe sëmundjet largoheshin prej tyre dhe frymrat e liga dilnin prej tyre. Dhe disa nga yshtesit shëtitës judenj u orvatën të tharrasin emrin e Zotit Jezus mbi ata që kishin frymrat e liga, duke thënë: Ju përbetohemi për Jezusin, të cilin predikon Pali. Ata që e bënin këtë ishin 7 bijtë e një farskevi, kur e prift Jude. Por fryma e ligë ju përgjigj dhe tha: Jezusin e njoh dhe e di Palin, por ju cilët jeni? Atëhera ai njeri që kishte frymën e ligë u hodh mbi ta dhe si i mundi u shtroi një dhunë aq të madhe sa ata ikën nga ajo shtëpi lakuriq e të plagosur. Por kjo u mor vesh nga të gjithë judejnë dhe grekët që banonin në Efes dhe të gjithë i zuri frika dhe emri i Zotit Jezus madhërohej. Dhe shumë nga ata që kishin besuar vinin duke rrëfyer dhe duke treguar veprat e tyre. Por shumë nga ata që ishin marrë me magji, i sollën librat dhe i dogjën përpara të gjithëve dhe si e llogaritën çmimin e tyre gjetën se ishin 50.000 copë argjendi. Kështu fjala e Zotit shtohej dhe forcoi fuqishëm. Mbas këtyre ngjarjeve, Pali kishte vendosur në frymë të shkojë në Jeruzalem, duke kaluar nëpër Maqedoni dhe nëpër Akai dhe thoshte: Mbasi të kem qenë atje, më duhet të shoh edhe Romën. Atëherë dërgoi në Maqedoni 2 nga ata që i shërbenin, Timoteun dhe Erastin, dhe vetë ndenjë edhe cakoh në Azi. Dhe në atë kohë u bë një trazir jo e vogël lidhur me udhën, sepse një far njeriu me emër Dimitër Argjendar, i cili bënte tempuj të Dianës në argjend, u sillte artizanëve jo pak fitim. Ai i mblodhi këta bashkë me punëtorët që i kishin një veprimtari të përafërt dhe tha: O burra, ju e dini se mirëqenia jonë vjen nga kjo veprimtari. Dhe ju shihni dhe dëgjoni se ky Pali u ka mbushur mendjen dhe ktheu një numër të madh njerëzish jo vetëm në Efes, por gati në mbar Azin, duke thënë se nuk janë Perëndia ata që janë bërë me duar. Dhe jo vetëm që është rreziku për ne që kjo mjeshtëria jonë të hidhet poshtë, por që edhe tempulli i perëndeshës së madhe Artemisa të mos vlerësohet më as pak, dhe që t'i hiqet madhështia asaj që gjithë Azia, madje gjithë bota e nderon. Ata kur i dëgjuan këto gjëra u mbushën me zemrim dhe bërtitën duke thënë: E madhe është Artemisa e Efesianëve. Dhe gjithë qyteti u mbush me rrëmuj. Dhe si morën me forcë Gain dhe Aristarkun, Maqedonas, bashkëudhëtar të Palit, u sulën të gjithë me një mendje të vetme në teatër. Dhe Pali donte të dilte në ndër popull, por dishepujt nuk e linin. Edhe disa nga aziarkët që ishin armiq të tij, dërguan tek ai dhe u lutën të mos dilte në teatër. Por disa bërtisnin një gjë, të tjerë një tjetër, sepse mbledhja ishte trazuar dhe më të shumtët nuk dinin përse kishin mbledhur. Atëherë, nga turma, nxorën Aleksandrin, të cilin e shtyn judejt. Dhe Aleksandri, si bëri shenjë me dorë, donte të mbante një fjalë mbrojtjeje përpara popullit. Por kur e morën vesh se ishte jude, të gjithë me një zë filluan të bërtasin për rreth 2 orë: E madhe është Artemisa e Efesianëve. Kancelari i qytetit,
Mbasi e qetësoi turmën, tha: "O Efesian, cili është valla e njeri që nuk e di se qyteti i Efesianëve është mbrojtësi i tempullit të perëndeshës së madhe Diana dhe imazhit të saj që ra nga Jupiteri? Duke qenë pra se këto janë të pakundërshtueshme, ju duhet të qetësoheni dhe të mos bëni asgjë të nxituar. Sepse i prut këta njerëz që nuk janë as hajdut tempujsh, as blasfemues të perëndeshës suaj. Pra në qoftë se Dimitri dhe mjeshtri që janë me të kanë diçka kundër dikujt, gjykatat janë hapur dhe prokonsuj ka, le të padisi njëri tjetrin. Dhe nëse keni ndonjë kërkesë tjetër për të bërë, të zgjidhet në kuvend sipas ligjit, sepse ne jemi në rrezik të akuzohemi për kryengritjen e sotme, sepse nuk ka asnjë arsye me të cilën të përligjet ky grumbullim." Dhe si i tha këto, e shpërndau mbledhjen.